Java politike shkaktoi shumë ndryshime në vend, disa të dukshme e disa të padukshme. Në krye të dy institucioneve kushtetuese u zgjodhen dy kryetarë të rinj, Klodian Brau, drejtuesi SPAK, dhe Ndrit Shabani, avokat populli, njëri mes një procesi të vlerësuar ndërkombëtarisht dhe tjetri në një proces të anatemuar si një pazar politik. Ndërsa ndryshimi i padukshëm ishte ai në Partinë Demokratike, forcë e cila hyri në vitin e saj të 36 të themelimit dhe zyrtarisht, historia e saj tashmë ndryshoi, duke u personifikuar totalisht me figurën e Sali Berishës. Ceremonia organizuar në kuadër të 35 vjetorit të Partisë Demokratike parashikonte një eveniment ngala në oborin e partisë. Struktura mbështetëse ishin marrë me organizimin, duke parashikuar edhe ngrohjen në mbrëmjen e ftohtë të 11 dhjetorit. Obori i partisë ishte pastruar nga makinat e parkuara, duke krijuar një ambient për të pritur sa më shumë persona, por që në finale, qelloi të ishte një numër shumë i kufizuar, ku as strukturat e veta nuk ishin ndenjuar të paraqiteshin të gjithë. Gjatë ceremonisë festive u transmetua edhe dokumentari i rrugtimit të Partisë Demokratike, ku mesazhi që duhej të përcillej ishte vetëm një: Sali Berisha është PD-ja dhe PD-ja është Sali Berisha. Qytetarë dhe qytetar të pranishëm. Nuk gjende dot një parti. Në dokumentarin e përgatitur, shumë figura që kanë shoqëruar rrugtimin e partisë gjatë viteve të demokracisë ishin harruar, disa pa dashje e disa me qëllim, dhe I tillë ishte ai që drejtoi PD-n nga 2013 në 2022-shin, Lulzim Basha. Por dhe kudo që ndodhi, Fjalimi I Sali Berishës në PD të krijonte edhe më shumë iden, se tashmë e gjithë partia është në shërbim të tij. Zërat kundër nuk mund të ekzistojnë, pasi partia mund të futet në një proces tjetër pastrimi të brendshëm nga diversantët politik. Më duhet të them se para nesh, ky përjetor I themelimit Partisë Demokratike është më I veçanti I 4 viteve të fundit për çdo demokrat, sepse atë që ne kemi arritur është shumë dhe nuk është pak. Le të marrim ku jemi sot dhe ku ishim vitet e fundit. Në mënyrën më kriminale, na kishin grabitur simbolet e partisë. Sot, flamur ynë është më sovran se kurrë. Dhe Partia Demokratike është e demokratëve. Na kishin izoluar padrejtësisht me anë të lobingjeve korruptive të mafjes ndërkombëtare. Sot, lideri juaj është presidenti I organizatës më të madhe ndërkombëtare të partive të djatha dhe qendrës djathtë. Përpara mbështetësve Sali Berisha, krahas glorifikimit të historisë së Partisë Demokratike, bënte thirrje për protesta të cilat së fundmi janë kthyer edhe në simbolin e argumentit, nëse opozita mund të frymëzojë apo jo me aksionet e saj politike. Shpallën non grata Sali Berishën dhe përdorën prokurorin politike për arrestimin e tij. Por sot, ai që mori vendimin, lavdi Zotit, është shpallur non grata në vendin e tij si nga mashtruesit më të mëdhej të Shteteve të Bashkuara dhe të planetit. Na treguan barin, por sot personat që treguan barin u pensionuan para kohe dhe jetojnë për korrupsion. Por më rëndësishmi miq, sot narkoshteti është duke u shkërmoqur. Mbështetja që Edi Rama gëzonte nga mafja me rrezikshme e planetit George Soros po bie me shpejtësi. Asnjë urim nuk ka marrë nga Shtetet e Bashkuara Edi Rama.
Mes personave që dëgjonin fjalimin e liderit, ishte dhe Ilir Ali Mehmeti, i cili duket se u shkëput përfundimisht nga bashkëpunimi me Ervin Salianin në lëvizjen e tyre për të rikthyer në jetë Partinë Demokratike. Ne jemi një parti. Saliani nga ana tjetër zgjodhi pikërisht 35 vjetorin e Partisë Demokratike për të lëshuar edhe një mesazh tjetër, se lëvizja e tij nuk përfundoi që në takimin e parë. Etapa e dytë e takimeve publike me demokratët ishte Gjirokastra, nga ku mblodhi strukturat, e fjalën e kishte përgatitur, sërish me kritika ndaj leadershipit që nuk frymëzon në aksionet e PD-s. Por sot, 35 vite më pas, Partia Demokratike nuk mund të jetoj dhe ka të pamundur të jetoj vetëm me lavdinë së shkuarës. Shqipëria e vitit 2025 është një vend me sfida të reja dhe me pritshmëri shumë të larta se sa vitet 90. Është një botë tjetër, me mendësi tjetër, me gjuhë tjetër dhe shumë prej të rinjve që janë këtu, por edhe që ne i dëgjojmë, janë të ndryshëm nga të rinjtë e viteve 90. Ky përvjetor mbi të gjitha duhet të jetë reflektim. A jemi të gatshëm ne të jemi përsëri instrumenti i ndryshimit? A kemi guximin dhe integritetin për ta bërë sërish PD-n forcë fituese dhe për të mbushur pritshmëritë e qytetarëve shqiptar? PD-ja ka lindur për të ndryshuar Shqipërinë. Ai duhet Shqipërisë një parti demokratike e kthyer në të pafuqishme për të sjellur rotacionin? Miq, Shqipëria është në një nga momentet më të lodhura politike të këtyre 30 viteve. Jetojmë në një realitet ku pushteti është më i shkputur nga realiteti i njerëzve se sa ka qenë ndonjëherë në këtë vend. Ish deputeti demokrat, hera herës, shpërthonte gjuhën, duke treguar edhe me gisht se ku çalën PD-ja, që sheshet e saj mbeten bosh, sa herë që thërrasin popullin në protest. Problemi i brendshëm, organizativ, apo i qëndrimeve, apo i meritës në Partinë Demokratike është një problem i pakapërcyer. Ne nuk mund marrim dhe të themi që përveç ish drejtuesit të Partisë Demokratike, gjithçka tjetër në Partinë Demokratike është thuajse njësoj. Dhe mund të thotë dikush tjetër nëse ka ndryshuar gjë në këtë periudhë. Ne për vite të tëra kemi qenë një parti demokratike që reagon. Jo vetëm një parti që drejton apo dëgjon se çfarë bën kundërshtari. Parti që kujton të shkuarën, duket shpesh herë, dhe jo parti që projekton të ardhmen. Ne nuk mund të jemi një parti që ngro figurat që nuk i përfaqësojnë qytetarët dhe demokratët. Ndërkohë që vendi ka nevojë për energji të reja, për njerëz që i përkasin shekullit që jetojmë dhe për njerëz të cilët me kontributin, sakrificën dhe me përpjekjet e tyre kanë marrë votbesimin e qytetarëve, siç edhe në këtë sallë ka njerëz që janë votuar për demokratëve dhe janë flakur për drejtuesve të partisë. Është e vështirë që një parti politike të fitojë pa pas të vërtetën dhe moralin me veta. Me këtë përplasje në distancë, ku Berisha në Tiranë trokiste gotat, ndërsa Saliani në Gjirokastër kritikonte leadershipin demokrat, ndaj PD-s u ngrit një akuzë tjetër publike për një marrëveshje politike me socialistët për zgjedhjen e avokatit të popullit. Mbyllet votimi. 85 vota pro, 0 abstenim, 3 kundër, projekt vendimi miratohet. Në bazë të votimit, zoti Endrit Shabani zgjedhet avokati i popullit.